Pasiguria, infrastruktura energjetike e kriza institucionale janë ndër faktorët që po ndikojnë në ikjen e investitorëve të huaj dhe mos interesimin e investitorëve të rinj për vendin tonë. Këtë thon njohësit e rrethanave ekonomike në vend, se cilët fajsojnë politiken kosovare për vendimet pa konsultim, përmes të cilave investitorët e huaj po ikin. Kjo kriza e gjatë e konstituimit të institucioneve ka pas një efekt jashtëzakonisht madh negativ për edhe ata investitorë të cilët janë në vend. S'po flasim për investimet që duan të vinë, sepse ata janë pak e heqgati thuajse. Po këta që janë duke përballur me telashe jashtëzakonisht mëdha, njëjtë sikur bizneset tona vendore në këtë rast. Shkaku i mos funksionimit të institucioneve për kaq kohë të gjatë. Sipas tij, Kosova po humb shumë duke mos ditur të joshë investitorë të rinj. Jashtëzakonisht shumë. Domthon fatkeqësisht përkundër kërkesave të njëpasnjëshme që i kemi bën, alarmimeve të shumta që i kemi bën për një numër faktorësh ose zhvillime që kanë ndodhur, ne kemi hasur në vesh të shurdhur nga institucionet aktuale që i kemi. Themi nuk ka pasur një gatishmëri, më shumë ka pasur një tendencë bllokade të sektorëve të ndryshëm, po të cilëve pastaj në ata sektor ka pasur investitorë të jashtëm prodhuese ose biznese vendore, të cilët edhe ata janë goditur jashtëzakonisht dhe kjo ka bërë lere më të pafavërshëm, po i ka shkaktuar një reklam jashtëzakonisht negativ vendit tonë. Njëjtë mendon edhe ekonomisti Jakub Bellaqa. Ai thotë se me mos funksionimin si duhet të shtetit, po krijohet imazh negativ të investitorëve të huaj. Mos formimi i institucioneve i qendror, qoftë i qeverisë, qoftë i parlamentit, faktikisht ndikon negativisht edhe në mos sundimin e ligjit, edhe krijohet një imazh negativ tek investitorët, sepse këtu këtë vend krijohet nuk ka siguri institucionale, nuk funksionon ligji dhe randi, edhe ka barriere dhe me këtë aspekte. Gjithashtu një barrierë tjetër është edhe barriera sepse nuk ka stabilitet energjetike për shkak të rrymës dhe çmimit të lartë të rrymës, domethënë infrastruktura energjetike nuk është në nivelin e duhur, mirë që të joshet investitorët e huaj. Investitorët e huaj në deklarimet e tyre pse hezitojnë të investojnë në Kosovë kanë përmendur pasigurinë për investime, mungesën e mbështetjes institucionale, mosgjetjen e partnerëve vendor të besueshëm, tregu i vogël e parcela për të blerë të